Aty ka munguar një kokë e ftohtë politiko-juridike për të kapur këtë moment. Dhe kemi raste edhe në vende tjera ku protesta shndrohet në një forcë politike dhe ajo forcë jo pak herë ka marrë dhe pushtetin. Pra, ky moment për mua ka kaluar për fatin e keq të protestës. Ka kaluar, po thua si moment? Ka kaluar, sepse aty, shiko, kur nuk është njësoj të ngrësh një parti me mira njerëz dhe të ngrësh një parti tani me pak njerëz ose nga Rogneri ose nga një, le të them, nga ato hotele, se zakonisht nga këto hotelet e famshme dikur ngriheshin forcat politike. Partia në shesh ka gjithmonë më emocion dhe ata njerëz e kanë humbur. Tani kemi arritur, dëgjova dje njërin që bërtiste, thoshte do arrestojmë kur të vim pushtet ata që shkuan te koncerti i Kanye West. Pra këto moro pse sqaroi. Jo, dakor, po. Po thoj. Jo, nuk i referohem emra, po. Mendime të kësaj natyre ka patur pafund në protestë. Pra, njerëz që duan të rinë aty të krijojnë kuvendin e tyre dhe kuvendin qytetar. Ky kuvend, po prit, se ky kuvend çfarë do bënte? Do rinte si thua si një arbitër sa herë që do kishte probleme qeveria ngrihej kuvendi. Nuk funksionon kështu. E vetmja gjë që kjo protestë do kërkonte ishte hapja e rrugës. Dy gjëra kanë qenë shumë thjeshta. Redi dhe këtu pastaj me avokatin mund ta diskutojmë. E para, sistem i ri, loje me rregulla politike të reja ku edhe partitë tashmë, sot dëgjova zotin Balla kishte pranuar që është e pakuptim që të kemi një të partitë të menaxhojnë sisteme procese zgjedhore. Pra, sistemi i ri, rregullash loje politike dhe dyta, e drejta e referendumit. Kaq do të kërkonte kjo protestë. Kaq. Dhe meti a marr këto dhe besoj nuk kishte asnjë qytetar që nuk do t'i thoshte Ramës do t'i bësh këto kërkesa se janë të drejta. Meti marr këto kërkesa, pastaj ti futesh në hullit e një sistemi dhe pastaj kjo është loja, nuk mund të kërkosh ti tani situata nga më të habitshmet vetëm për të thënë, për shkuar te ideja që kjo gjë nuk bën. Dhe kështu kemi përfunduar. Avokat, si e shikon para shumë në mënyrën se si e bëri parashtrimin edhe Denisi? Pra, ideja e një force politike e ka penalizuar, thot Denisi, protestën. Mungesa një. Po, mungesa një. Ka bie dakord me ato që sapo thotë Denisi, sepse është një vërtet e madhe të cilët unë e mbështes për faktin se kjo protest ka dhënë në pa një gjë shumë të rëndësishme sipas atyre dhe unë e kam mbështetur pikërisht për këtë gjë, për rregulla të qarta loje dhe të reja, pra për një Shqipëri të re, për një republikë të re, për diçka krejt ndryshe nga ajo çfarë ka prodhuar politika shqiptare në këto 35 vite. Që ta bësh një gjë të tillë, ti nuk duhet të presësh, domethënë një gjë e tillë nuk bëhet me aktivizëm. Pra me aktivizëm qytetar. Sikundër një pjesë e mirë e protestuesve e kanë proklamuar. Përpara 2 javësh kam qenë te studio e Denisit me një nga ata që ishin le të themi organizatorë të protestës dhe me gjithë se ju bë disa herë pyetje në lidhje me këtë çështje, ai gjithmonë thoshte, "Shiko, ne jemi aktivistë, do bëjmë pjesën tonë dhe pastaj le të themi feedbackun politik do t'ia lëm politikës." Atëherë ti s'ke bërë asgjë do të thotë. Ke bërë një vrim në ujë. Sepse ky lloj aktivizmi shkon përgjatë le të themi vendeve të cilat e kanë demokracinë e konsoliduar. Pra ti del në Francë, në Gjermani, në Itali dhe bën protesta si aktivist, po ti aty nuk kërkon domethënë zhbërjen e gjithë sistemit politik. Se aty gjapë sistemi politik është i konsoliduar. Tjetër gjë është kur je këtu. Plus ishte thirrja e njerëzve për një forcë politike. E dyta, ka një problem shumë madh, se ti nga njëra anë thua domethënë që këtu duhet japin dorëheqjen Rama, pra këtu duhet zhbëhet gjithçka, dhe nga ana tjetër pretendon që ky zoti, domethënë ti thua Edi Ramës që ky është një autokrat i madh. Dhe kështu është, një diktator i madh. Po nga ana tjetër si pret domethënë që ky autokrati të cilin ti e konsideron të tillë, të sillet si një danes ky, si një finlandes, apo të sillet si kundër është ai në të vërtetë, ose si kundër ti e quan në të vërtetë. Çfarë do të them? Qëse ti I thua që ti je diktator, mos prit që ky të thotë, më thej që jam diktator, prit. Më fal që ma bëre këtë, më thej këtë gjë, po jap dorëheqjen, po iki. Nuk ndodh kjo gjë. Dakor. Sepse është shumë idilike. Që ose ata njerëz kanë dalë aty dhe I thonë ata, ja Rama jep dorëheqjen, s'dua, thotë ai. Si zgjidhet kjo gjë? Jo, zgjidhet me njerëz në shesh dhe më pas në krijimin e një vetdije e cila shkon pastaj në
Bravo. Në ato që quhet pamundësimi i qeverisjes. Më pëlqen shumë kjo, kur thua pa vetdije, presioni, vetëdije, krijimi i një vetëdije. Po, kjo vetëdija, kjo që sapo the, është domethënë idealistike për vende me demokraci realisht të fortë. Sepse aty 39% tha Denisi, kishte sondazh. 39% janë për një parti të re. Ore edhe një herë po të them. Përballë 50% që janë dy partitë kryesore të Shqipërisë. Redi. Në Angli ka rënë për herë të tretë të katërt qeveria në harkun e shumë pak viteve. Po. Okej. Kryeministri ka dhënë dorëheqje. Në rregull. Ai atje ka një lloj vetëdije politike. Jo, ato dorëheqjen nga numrat e brendshëm. Dakor, ore, për një arsye ka dhënë më Denis. Po për rregull. Të brendshëm të jashtë numrat e fortë nuk jepte. Po mri sekond, ai para atje humbi zgjedhje vendore dhe dha dorëheqje. Vendore, nuk humbi qendrore. Unë dakord, po. Kjo është vetëdije. Tradita e ndej. Po këtë po dua. Tani nëse do që këtë gjë ta sjellësh në Shqipëri, pra ti thuash Ramës X se ti e ke humbur popularitetin, e ke humbur shumicën sipas nesh, sepse ne jemi tani 40% referuar sondazhit, atëherë unë them që këtu nuk do të thasë ndonjë gjë se ti je në Shqipëri. Dhe duke qenë në Shqipëri do ecësh me të njëjtat norma dhe sjellësh sikundër le të themi ka prodhuar realiteti shqiptar. Protesta që këtu domethënë një regjim, nëse e quaj regjim, rrëzohet vetëm me pushkë. A e quaj regjim ti? Me pushkë rrëzohen, revolucionet me pushkë rrëzohen. Ose do krijosh standardin tënd politik, partinë tënde, organizatën tënde politike, dhe do t'i imponohesh politikisht që të shkosh te kutia e votimit dhe ta rrezosh me vot. Pra o vot, o pushkë. Mënyrë tjetër nuk ka kjo histori. Jo më vot, kanë thënë gjithmonë me vota. Po vota do të prodhoj vota sepse këta akoma nuk e kanë kutinë e tyre. Kjo është pyetje, si do futet në sistem kjo? Ka kutinë e tyre. Nëse ti thua mua Kjo është për një fazë tjetër. Kjo është tash unë po bëj zërin e protestës. Kjo është një fazë tjetër sepse 5 pikat thot protesta avokat janë të panegociueshme. Pasi të realizohen këto, atëherë kalojmë tek faza. Atëherë mund t'i kërkojmë llogari protestës për forcën do më lesh ta mbyll pa se ti referohemi 5 pikave, s'është akt. Po atë pra desha, domethënë ke bërë autogolin në rastin konkret. Kthe 5 pikat. Po. Pika e parë është Rama jep dorëheqjen. Po. Nuk e jep Rama dorëheqjen. Atëherë njerëzit në shesh nga një shumicë e cila sillet në këtë mënyrë do shkojnë tek një tjetër shumicë që do të pamundsojë qeverisjen, jo në kuptimin e revolucionit me dhunë apo akteve të dhunshme, por akteve tjera të cilat do të bëjnë të mundur që kjo qeveri të mos qeverisë dot. Po mi pra dhon këtë po flisja. Po. Se ti thua, unë e thash metaforikisht pushkën. Ti mund mos bësh mosbindje civile. Po. Dhe mosbindja civile, nëse përshkallëzohet nga veriu në jug, nga lindja në perëndim, e ke izoluar totalisht le të themi vendin dhe ja ka arritur qëllimin. Problemi qëndron që kush po i mban që ta bëjnë gjë të tillë? Kërkush. Le ta bëjnë. Nuk është çështje numra, nuk është çështje numra. Po i mban. Fakti që Tirana nuk është në Tiranë sot, janë të gjithë, nuk është ai momenti. Tirana, already më vjen shumë keq. Nuk është momenti. Mua më vjen shumë keq. Tirana ja dha shancin protestës. Po thua ja dha dhe mbaroi kjo histori. Kam frikë se po. Unë them që Tirana ja dha shancin protestës. Ja dha në 4, 5, 7 ditë e para. Ja dha edhe në datën 22 qershor dhe në ditën kur erdhi dhe diaspora. Ja dha në 4 korrik. Në 4 korrik, po ja dha. Po unë nuk vlerësoj 22 qershorin dhe 4 korrikun sepse ishte pothuajse gjithë Shqipëria, po unë vlerësoj shumë 4-5 ditë e para. Sepse në ato ishte kryesisht vetëm Tirana. Sepse ishte Tirana në shesh. Tirana ja dha shancin protestës. Protesta nuk ja dha shancin Tiranës. Po. Sot ne jemi këtu. Unë jam mbështetës si atyre njerëzve, por do të ma lejojnë që ta bëj kritikën dashamirëse. Dhe po them domethënë që po gabojnë. Unë mendoj që po gabojnë. Tani nuk po kërkoj sakrilegje të mëdha, sot po ta shikosh ka rënë dhe niveli i protestës. Pra, domethënë niveli i fjalimeve me nivelin atyre që janë protestë shumë herë më i ulët më. Niveli atyre që flasin, me nivelin atyre që janë aty në protestë, është shumë herë më i ulët.
Tani ti mund të thuash mua aty mund të ngrihet gjithkusht që të flasin. Aty me çdiun këto janë kriteret, kriteret mos ti jesh përfaqësues i partive politike. Kjo është shumë populiste më redi. Bravo. A do të flasin, aty flet populli më burr. Aty. Po është populiste, atë le të flasin populli si flet Facebook dhe jemi në rregull me burr. Unë po flas për një protestë e cila duhet me patjetër që të prodhojë diçka. Sot nuk ka prodhuar akoma asgjë. Të prekshme po flas. Dakor. Dhe e dytë, nëse protesta shkon gjithmonë me këtë konsistencë deri në shtator. Nuk prodhon asgjë. Dhe në shtator prodhon atë që unë po të them një grevë të madhe të përgjithshme, fjala vjen apo një. Do ta mbështesja, do të shkoj edhe unë të bëhesh gati me ta. Çfarë them unë? Për shembull, po ja fut kot gjithë grupi i trupa e madhe avokatisë, meqense unë jam mbështesa, jam pjesë e avokatisë, 17.000 avokatë që ka Shqipëria, 17.000 avokatë të Shqipërisë mos shkonin në asnjë seancë gjyqësore. Po. Ja, kjo është mosbindja civile nga ana e avokatisë. Po. Tjetri dalin mjekët, infermierët. Dalin pedagogët. Po ka një bindje. Ka një bindje të tillë. Jo, ideja është që apo shkohet atje. Po s'po shkohet ai shumë larg, pra prandaj po ta them një tjetër. Do që ta besoj këtë. Mendimi yt, jo, ora unë bëj pyetje. Jo, unë dua ta besoj tash një tjetër. Edhe tezat e mia, po problemi që ndon thash edhe një herë, këtu me çfarë duken mëngjesi, nuk 5 ditë të mirë në mesditë dhe ca më keq në darkë. Okej, avokat, pra ti po thua që për mënyrën se si po shkon gjëja, ku po shkojmë? Asgjë kundi, nëse nuk reflektohet nga ana atyre që drejtojnë protestën në dy gjëra të rëndësishme. Cili është synimi i tyre kryesor? Rrëzimi Rama, si rrëzohet Rama? Nuk rrëzohet Rama me tamtame dhe me fjalime. Jo, Rama rrëzohet me mosbindje civile. Me mosbindje civile. Po e fakt mosbindje civile. Po ka të pra, këtë po të them. Ore, çfarë ndryshimi ka? M'fal Arfar, se ti të hejt fare ti. Jo. Çfarë ndryshimi ka? Si mund bëhet fjala vjen mosbindja civile sot te gjykatat. Avokat, gjykatat janë pushim sot. Po jo, mos janë pushim. Si që kanë pushim, gjykata nuk mbyllet ndonjëherë, po jo, mos ka bie fjala hiç. S'ka, po të them një tjetër. Çfarë ndryshimi pas ka mosbindja civile në korrik me mosbindjen civile në shtator? Asnjë ndryshim nuk ka. Se është momentum. Momenti, shtatori ka më shumë jetë aktive. Shtatori domodin ka qenë gjithmonë sociale, kështu që në PD ka qenë për Barsalet, kjo puna e shtatori. Ky e mori të mirë qenë, ato do un po them, trupa avokatisë. Po s'është ky, shiko, unë jam me ty dakord. Ata marrin një numër. Po, okay. Atë marrin një numër, sepse rregull. Trupa avokatisë 17.000? Diku te 17.000. Trupa avokatisë një lloj punon në korrik, një lloj punon shtator. Ngusht nuk punon të trupa avokatisë. O Nardi, problemi është pjekuria e protestës. Këtu këtu po flasim pra. Tani këta po ti kesh dëgjuar, di çfarë thon këta? Tiki, Rama, Berisha. Zdua. Dhe jo prit, jo vetëm kjo. Por të shkojmë në zgjedhje pa këto të dy. Po ti shohësh, nuk i duan fare këto dy forca në skenën politike. Shkojnë në Sazan, kjo nuk ka sens pra. Mbi populloj Sazan. S'ka sens më burri dhe. E para punës, njerë ajo është luftë politike. Unë e kam thënë edhe më parë dhe mund ta them. Rama i thot Korba dhe Sora, këta i thon Rama fare. Po jo më nuk mund ta heqësh tjetrin nga skena politike, mos është kryetari i partisë të madhe. Po mi mos vazhdoj kërkesa jote. Po mi më ta vazhdoj. Mi për rregull. Ne jemi aty thon ata me po e them ata për mua po humbasin kalimi i ditëve është në disfavorin e protestës, sepse një siç thot populli hekuri i rrihet sa ashin ngrohtë. Si disfavorin, 43 ditë o Denis. Kjo gjë do të vita do bëhet dhe më në llojin e vet së shparë ndonjëherë në historinë e Shqipërisë protestë. Në Serbi kanë qëndruar me vite, jemi shumë larg Serbisë. Një herë në muaj është në Serbi. Jo, kanë qenë protestat e përditshme në Serbi. Nuk është ky problemi. Problemi është sa pala tjetër ndihet e kërcënuar nga presioni i protestës dhe presioni ka qenë këtu për Ramën, tani ka zbritur. Ky është fakt. Ka zbritur. Rama ka disa ditë. Prandaj mban mbyllur komentet. Jo, dakord, ajo patjetër që e ka, shiko, dy momente ka protesta që ka arritur. E para ka zhbër opozitën tradicionale, po thuaj se është inekzistente dhe i ka goditur Ramën tek ajo që ka qenë arma e tij më e fortë. Raporti me qytetarët, raporti drejt për drejt. Dhe kjo mund të ketë shkaktuar pikërisht këtë që ju thoni që Rama ka mbyllur komentet. Jo, po nuk është problemi këtu. Është reflektuar edhe te sondazhi, ëh? Po pikërisht pra, nuk është problemi tek kjo. Problemi është ti çfarë do bësh pasi ke arritur. Kjo është fitore jote më e madhe. Pra,
ke arritur të shkosh tek njerëzit me idenë që establishmenti i vjetër nuk mund ta drejtojë më vendin. Dhe ke ardhur me idenë që mund ta drejtoj unë. Si? Në rrugë nuk drejtohet. Atëherë ti që të drejtosh vendin, duhet të futesh në sistem. Dhe ke absolutisht të drejtë kërkosh rregullat realoje. Përderisa këto dy partit nuk garantojnë një lojë të ndershme edhe për forcat tjera. Këtë nuk po bën pra. Kjo është ajo e meta e madhe e protestës dhe unë e shoh për ditë nuk krijojnë diçka që dhe njerëzit kanë filluar pak ta kuptojnë që edhe kjo protestë që lindi si një shpresë do përfundojë si protestat rutinë të doktorit, që ne deklaronin gjithmonë në studie. Ose Lulzim Bashës. Bashi ka bërë protestat më të mëdha se doktori, apo jo, kur ishte në opozitë. Por pikpyetja e madhe ka qenë në studio ku do përfundoj, cila është rrugdalja. Dhe madje edhe presioni i madh i Bashës ishte që u tërhoqi partinë nga zgjedhjet, tërhoqi partinë nga pushteti lokal dhe tham tani u mbyll. Ndërkohë jo, jeta institucionale që iku opozita më e madhe e vendit vazhdoi. Fale dhe faktorin ndërkombëtar. Tani si mendoni ju tani që jeta institucionale do ndërpritet kur dy partitë e mëdha janë në sistem? Është e pamundur totalisht. Dhe këto protestuesit duhet ta kuptojnë. Problemi është se ata që po e bëjnë këtë janë jashtë sistemit. Po s'ka rëndësi pra ti. Kjo e bën shumë të veçantë gjën. Okej, mirë, atëherë nëse është një lëvizje anarshike, akoma më pak i ka mundësit për të fituar. Akoma më pak i ka. Unë mendova që kjo është një lëvizje qytetare që dëshiron të futet në sistem. Jo, është edhe anarkike s'është fare, shumë e qartë në kërkesat e veta. Po cila është kërkesa? Ka vënë le të themi pikat mbi i në ato që kërkon. Po cila është pra? Ramanburg, Berishamburg. E para kjo është gjithë sistemit. Vetëm kur e dëgjon si kërkesë, thua kjo nuk ka mundësi të ndodhë, sepse nuk e çon burg Ramën, as protesta, as Berishë, nuk e çon burg protesta. Ideja është ata kanë identifikuar dhe diagnostikuar problemin e madh sistemit, që është marrëveshje sipas tyre, marrëveshja e këtyre dy aktorëve. Po si kemi ditë? Për t'i mbajtur, se kemi ditë fare. Si goditë marrëveshja pra? Jo, ke ditë, po sot janë akte. Cilat janë aktet? Ke një protest, ke një protest prej 43 ditësh që mban gjallë, le të themi, se deri dje ishte ajo që the ti, e pamundur që ta rrihesh, po gjithsesi është opinion avokat. Si e shikon se është bërë debat i madh kjo me review-t e hoteleve, debat i madh në lidhje me këto 4 milion euro që qeveria akreditoi, a ka vërtet një